besim dhe ka marrë vota shumë, sepse po të fliste Arben Gashi, Driton Selmanaj, ose dikush tjetër që ka dhe të tjerë që janë të paknaqur, arsyetimi do të ishte se nuk i kanë fitu votat e mjaftueshme, prandaj edhe flasim, por fuqia e tij politike i jep shumë më shumë argument për këtë. Në mbledhjen e gjatë të LDK-s është diskutu edhe për koalicion, është diskutu mandej edhe për qëndrime tjera politike se ka mund të shkojë, madje një nga figurat kryesore të LDK-s ka shpreh hapur qëndrim që LDK-ja mund të shkojë edhe me Albin Kurtin në qeveri, nëse arrihet marrëveshje e caktuar politike dhe nuk është figurë pak e rëndësishme në LDK që nuk mund edhe të shkoj fjala të kryetari, po ashtu është diskutuar që mund të ketë koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Dhe ka shpreh hapur qëndrim dhe bindje që ai mund, ka thënë që bëhet mirë edhe nëse shkojmë edhe me lëvizjen vetëvendosje në koalicion. Po, doli, por që jo gjithmonë kur është kur në politik. Njëjtë kam pas edhe në të kaluarën, padyshim si derivati ndonjë marrëveshje dhe diskutimit të gjatë brenda edhe mund të bëhet, por që ai e ka shpreh dëshirën e tij dhe ka shpreh vullnetin, po ashtu dhe ka thënë që votoj për nëse vjen një propozim për të shkuar. Po ashtu, Lumir Avdexhiku tashmë veç ka marrë një iniciativë politike të opozitës për t'i takuar, e ka taku Memli Krasniqin, e ka taku Ramush Haradinajn, e ka taku po ashtu edhe Fatmir Limën, dhe është në diskutim dhe t'i shoh, t'i parafroj qëndrimet e tij politike së bashku me... Ka takuar deri më tash krejt liderët opozitar. Po, të gjithë liderët opozitar i ka taku Lumir Avdexhiku me kërkesën e tij, me iniciativën e tij, i ka taku gjithë veç e veç. Vetë ka kërkuar që i takoj Memli Krasniqin? Po, vetë ka taku, e ka marrë si iniciativë si kryetari LDK-s dhe i ka taku tashmë të gjithë. A nuk i takon PDK-s këtë rast ta marrë iniciativën? Po, do duhen, me që është e dyta, por që e kemi pa që PDK-ja nuk është se heziton edhe nëse nuk e merr iniciativën dhe dikush tjetër. Tashmë i din LDK-ja qëndrimet e opozitës, është i gatshëm që unë vlerësoj që Lumir Avdexhiku do po të merrte ftesë prej Albin Kurtit që të diskutoj, nuk po flas tashmë të hyjë në qeveri, por që tjetë një diskutim i hapur edhe me partitë e tjera politike, ai mund ta shoh përse afërm edhe pse ka kështu qëndrim të betonuare, të thënë disa herë që nuk shkon me lëvizjen vetëvendosje, mirë po me që Lumir Avdexhiku tashmë i ka taku gjithë kryetarët e partive